Si I thu Kosovës, kur flet në fjalorin tënd, shteti tjetër apo maton kufirit? Jo, realisht, po të flasim kështu, ne jemi dy vende, edhe prapë shumë mirë që jemi dy vende. Jemi dy vende shqiptar. Unë do ja u them juve dhe e them hapur kudo këtë. Më ka dhënë një këshill dikush para se të vija ambasador këtu në Kosovë. Më ka thënë, Petrit, do shkosh ambasador në Kosovë. S'ka vend më të mirë se të shkosh ambasador. Normalisht që është kështu. Edhe unë e them me bindje që s'do kisha vend më të mirë për të shkuar ambasador, dhe kur kryeministri Rama më ka propozuar që unë të vija ambasador, në fillim I thash, ç'thua, që janë këto gjëra. Dhe më pas më tha, do shkosh në Kosovë, thash, po, do shkoj në Kosovë. Unë kam një gjë. Unë nuk I quaj kosovar njerëzit që rrinë në Kosovë. Unë I quaj shqiptar të Kosovës. Dhe nuk më pëlqen. Dhe nëse ndonjëherë mua mund të më shkojë ky lapsus, domethënë unë I kërkoj ndjes kujdo, sepse nuk më pëlqen të quaj kosovar. Kosovar I largoj, më duket sikur I largoj. Kështu që unë I them shqiptar të Kosovës. Shqiptar të Shqipërisë, shqiptar të Kosovës. Ai kufiri aty është. Ajo është një fije peri, unë do ta quaja fije peri e artë. Sepse në fundit është një gjë e cila nuk na ndan sot. Sot ajo na bashkon.